Përshëndetje të dashur nxënës. Për shkak të rrethanave të krijuara nga pandemia e virusit COVID-19, sot do të realizojmë një orë online në kuadër të programit e-klasa. Aktiviteti i sotëm ka të bëjë me lëndën e gjuhës shqipe, konkretisht sot do të mësojmë për një njësi mësimore në gramatik. Njësia e re mësimore titullohet Fjalit janë të ndryshme. Si objektiva të orës mësimore kemi të dalloni me intonacion llojet e fjalive dhe të shqiptoni me intonacionin e duhur këto lloje të fjalive. Në jetën e përditshme, ne çdo herë kur bisedojmë, kur flasim, kur bisedojmë me dikën, çdo herë përdorim fjali, varësisht prej intonacionit të zërit tonë. Ne i kuptojmë se çfarë lloje të fjalive, për çfarë lloje të fjalive bëhet fjalë. Tash të përkujtohemi se çfarë është fjalia. Kemi mësuar pra se fjalia është një grup fjalësh që lidhen ndërmjet vete dhe kanë kuptim. Fjalit fillojnë me shkronjë të madhe dhe mbarojnë me shenjë pikësimi, varësisht prej llojit të tyre. Do me thënë, shkronja e madhe tregon fillimin e fjalisë, ndërsa pika tregon fundin e saj. Për shembull, perimet janë të mira për shëndetin. Këtu kemi të bëjmë me një lloj fjali, do me thënë është fjali dëftore dhe në fund të mbaron me pikë. Tani do të shohim fjalit sipas kuptimit në sa lloje ndahen, do me thënë fjalit sipas kuptimit të tyre i ndajmë në 3 lloje. Fjali dëftore, do me thënë janë fjalit me të cilën tregojmë dhe në fund mbarojmë me pikë. Fjali pyetëse, fjali me të cilën pyesim dhe në fund mbarojmë me pikë pyetje. Dhe fjali nxitëse ose fjali me të cilën habitemi ose çuditemi dhe në fund këto fjali mbarojnë me shenjën, do me thënë me pikë çuditëse. Tani t'i lexojmë disa fjali të mëposhtme, do me thënë kemi dhënë disa shembuj të fjalive dhe me anë të këtyre shembujve, me ndihmën e intonacionit të zërit, do të kuptojmë se për çfarë lloje të fjalive bëhet fjalë. Bleroni po lan dhëmbët. Kjo është një fjali me të cilën tregojmë, do me thënë edhe intonacionin e zërit duhet të përshtatim, sikurse tregojmë diçka. Dhe në fund këto fjali mbarojnë me pikë. Joni, a i lave dhëmbët? Do me thënë, sipas intonacionit të zërit ti, edhe ju fëmijë të dashur ndoshta e kuptuat se kjo është një fjali pyetëse. Do me thënë është fjali me të cilën pyesim dhe mbaron me pikë pyetje. Ua, sa dhëmbë të bardhë. Do me thënë kjo është një fjali me të cilën habitemi, do me thënë çuditemi dhe në fund këto fjali mbarojnë me pikë çuditëse. Pra e shikuat si mbarojnë fjalit, duhet t'i mësoni këto shenja të pikësimit. Këtu janë përdorur këto shenja të pikësimit, do me thënë është përdorur pika, është përdorur pikë pyetja dhe është përdorur pikë çuditja, varësisht prej llojeve të këtyre fjalive. Tash do të ndalemi veçaveç në secilën lloj të këtyre fjalive që i përmendëm më parë. Të ndalemi te fjalia dëftore. Të tregojmë, do me thënë çfarë është fjalia dëftore. Fjalia dëftore shërben për të treguar diçka, për të dhënë informacion rreth një fakti, vëzhgimi, gjykimi, opinioni, dhe duhet të dini se fjalia dëftore në fund mbaron me pikë. Për shembull, unë jam në klasën e 3, do me thënë unë tregova diçka, do me thënë unë tregova se jam në klasën e 3. Kjo fjali, do me thënë përfundon me pikë. Fjalia me të cilën pyesim. Fjalia me të cilën pyesim përdoret për të pyetur për dikë apo diçka që folësi nuk e di ose e di pjesërisht dhe pret prej bashkëbiseduesit një përgjigje. Këto fjali përfundojnë me pikë pyetje. Për shembull, ishe sot te mjeku? Çfarë libri po lexon? Do me thënë në bazë të asaj që unë e lexova, në bazë të asaj se çfarë toni të zërit përdora, ju
Me siguri e kuptuat se këto janë fjali pyetëse. Zakonisht, te fjalit pyetëse i përdorim për emrat pyetës, për shembull çfarë, pse, si, ku, kur, dhe kështu me radhë. Do me thënë, këto na ndihmojnë për të formuar fjalin pyetëse. Dhe në fund e kemi fjali nxitëse ose fjalin me të cilën çuditemi. Fjalia nxitëse shërben për të nxitur dikë që të zbatoj një urdhër, një këshill, një sugjerim, një ftesë. Këtu e kemi dhënë një shembull, për shembull, ua, pas ka dalë dielli, do me thënë habitemi për diçka. Këto lloje të fjalive në fund, pra siç tham, përdorim shenjën pikë çuditëse. Kemi edhe shumë fjali të tjera që ju të dashur nxënës mund edhe në shtëpi të shkruani dhe do t'i shohim se kush çfarë fjali e ka shkruar, do me thënë do të mund që njëri tjetrit t'i shohim çfarë fjali keni shkruar vazhdo. Tani kemi një ushtrim, do me thënë duhet t'i lidhni fjalit me figurat dhe gjithashtu t'i vendosni shenjat e pikësimit. Ju nxënës e keni këtë ushtrim edhe në libër. Tash bashkërisht do të punojmë, duhet t'i hapni librat në faqen 31 dhe duhet t'i shikoni edhe ju fjalit bashkë me figurat. Tash bashkërisht do t'a punojmë këtë ushtrim. Vazhdojmë. Kemi disa fjali, pra djali u zgjua nga gjumi, edhe gjithashtu këtu i kemi edhe fotografitë e dhëna. Tash, se cilën fjali duhet ta lidhim me shigjet me fotografinë që i përgjigjet fjalisë. Te fotografia e parë shohim një vajzë me libra. Te fotografia e dytë shohim një natë me hënë, do me thënë, edhe në fotografinë e fundit shohim një djalë që sapo është zgjuar nga gjumi. Vazhdojmë tash se cilën fjali duhet ta lidhim me fotografinë që i përgjigjet fjalisë. Djali u zgjua nga gjumi, do me thënë është një fjali dëftore, tregon se djali është zgjuar nga gjumi dhe duhet ta lidhim me shigjet, do me thënë. Vazhdojmë. Ua, pas ka dalë dielli. Kjo është një fjali që habitemi ose fjali që çuditemi dhe në fund mbaron me pikë çuditëse dhe e lidhim, do me thënë, me fotografinë poshtë. Me fotografinë, do me thënë, ua, pas ka dalë dielli, do me thënë, djali çuditet se pas ka dalë dielli ose habitet. Vazhdojmë. A mund të më ndihmosh? Ja, do me thënë, këtu e kemi, do ta lidhim këtë fjali me figurën e parë, do me thënë, vajza kërkon ndihmë. Kjo është fjali pyetëse dhe në fund duhet të mbaroj me pikë pyetje. Vajza po mban librat. Kjo është një fjali dëftore që tregon se vajza mban librat dhe në fund duhet të përfundoj me pikë. Vazhdojmë. Ua, sa hënë e bukur. Kjo është një fjali që mbaron me pikë çuditëse, do me thënë është fjali nxitëse dhe duhet ta lidhim me figurën përkatëse. A do vish ta shohësh? Do me thënë këtu pyeten, do me thënë bëhet fjalë për hënën, a do vish ta shohësh hënën? Kjo është një fjali pyetëse dhe në fund mbaron me pikë pyetje. Besoj se edhe ju fëmijë të dashur i keni lidh me shigjeta këto fotografi, do me thënë se cila fjali duhet të lidhet me fotografinë përkatëse që i përgjigjet fjalisë, edhe gjithashtu në fund të fjalisë duhet të vendoni pikat përkatëse. Tani për detyrë shtëpie, keni të shkruani nga 2 fjali duke përdorur këto shenja të pikësimit. Pikën, pikë pyetjen dhe pikë çuditëse. Do me thënë duhet të shkruani 2 fjali dëftore, 2 fjali pyetëse edhe 2 fjali nxitëse ose që çuditeni. Vazhdojmë. Fëmijë të dashur, nxënës të dashur, shpresoj që ta keni kuptuar këtë njësi mësimore. Për çdo gjë që do të keni nevojë, do të kontaktojmë dhe
Për çdo gjë, unë do t'ju ndihmoj dhe shpresoj të shihemi në orët e ardhshme. Ju faleminderit shumë dhe ju përqafoj fort.